Do të flasim sot për një zbritje tatimore të thënë nga qeveria për të gjithë prindrit të cilët kanë fëmijë nën 18 vjeç. Një thënie e tillë ka shkaktuar vërtet shumë konfuzion tek të gjithë qytetarët shqiptar, duke sikur nuk e kanë kuptuar mirë se për çfarë bëhet fjalë. Që ta kuptojmë më qartë dhe ashtu siç duhet, ne kemi ftuar në studio një kontabilist të mirëtuar, zotin Renato Çardaku. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën e juaj. Jam e lumtur Renato që të kam në studio dhe jam shumë kurioztare të di se për çfarë bëhet fjalë kur flasim për një 48.000 lekësh i cili do të zbritet nga tatimet për të gjithë prindërit me fëmijët nën 18 vjeç. Si mund të përfitohet, për çfarë bëhet fjalë? Atë 48.000 lekësh bëhet fjalë për zbritjen tatimore që të bëhet tek DIVA. DIVA është deklarata individuale vjetore e të ardhurave, e cila me ligjin e ri të ardhurave, ligji 29/2023, ka disa risi, domethënë. Para se më thon këtë pjesë, më le të bëj shkurtimisht një prezantim të ligjit për dy aspekte kryesore. Ligji i ri, i cili zëvendëson ligjin e vjetër, i ndan tatim paguese në dy kategori. Tatim pagues me përgjegjësi tatimore mbi të ardhurat nga biznesi, ku përfshihen personat fizik tregtar, të vetë punësumt edhe individ. Dhe tatimin mbi fitimin korporativ, që janë personat juridik, SHA, SHPK, SHKM të tjerë. Tash kjo zbritje tatimore, 48.000 lekësh, bëhet për dy kategori të personave që janë tatim pagues të përgjegjësisë tatimore të tatimit mbi fitimin me të ardhurat nga biznesi. Dhe konkretisht për të ata që kanë të ardhurat nga pagat, pra që janë marrën të ardhurat nga pagat, nga punësimi, dhe ata që kanë të vetë punësumit persona fizik tregtar. Jo ata që kanë të ardhurat nga investimi, që do të thotë tek deklarata individuale e të ardhurave, pra shteti, ne, dhe mua dhe ty, si dy individ, na trajton një farë mënyrë si biznese. Pra edhe ne do të bëjmë bilancin tonë personal të ardhurave. Dhe po si biznesi, deklarata tatimore janë unifikuar. Me ligjin e vjetër kanë biznesi i vogël e ka pas deklaratin e tatimit të shtuar mbi fitimin deri me datën 10 shkurt. Biznesi i madh deri me 31 mars, vitit pasas, pra gjithmonë, kurse ne, individat, e kena pas deri me datën 20 prill të vitit pasas. Me ligjin e ri, çdo deklaratë tatimore unifikohet. Pra, si biznesi i vogël, pra të gjitha deklaratat, si biznesi i madh, si ne individat, që pra, po thënë edhe herë në thojën që ta kuptojnë edhe njerëzit, shteti na konsideron si biznese, farë mënyrët, e kena me bë deklaratin individuale vjetore të ardhurave deri me 31 mars. Pra, s'ka ma vetëm me 31 mars s'ka çdo deklaratë tatimore. Tash, DIVA, ndryshe po me ligjin e vjetër, janë mjaftën më plotësuar njëri për tyne 3 kushteve që do t'i shpjegoj, dhe e ka detyrimin çdo person për me bë divën, në radhë parë për divën. Kushti i parë është do ta bëjnë çdo individ i cili është i dy punësuar. Pavarësisht pagave. Rasti i dytë do ta bëjnë çdo individ i cili është i punësuar dhe të ardhurat e tij totale janë 1.200.000 lekë të reja, pra 12 milion vjetra në një vit tatimor. Në vit, po. Dhe rasti i tretë është kur gjatë vitit ka realizuar të ardhuna 50.000 lekë sipër të reja, pra, dhe për të cilat nuk është marrë tatim burim. Për shembull, ju ose unë kanë dhënë shtëpinë tonë me qira ose me Airbnb ose me Booking, nuk kena nipt, edhe gjatë vitit kena fituar më shumë se 50.000 lekë të ardhuna, jena të detyruar që me bën deklaratin individuale të ardhunave. Thonë këtë, për zbritjen tatimore, pra për 48.000 lekë, që në fakt nuk është e vetmja zbritje tatimore, mundet me bë çdo person. Çdo person, i cili ligji tash i thotë të zbritjen tatimore e kategorizon edhe në bazë të ardhunave që janë nga pagat. Për shembull, nëse një individ, po thonë na marrim një shembull, do të flasim me të vjetra që ta kuptojnë njerëzit. Pragu minimal që një pagë të futet në tatimin mbi të ardhunat personale është që paga të kalojnë mbi 50.000 lekë të reja ose 500.000 lekë vjetra. Dhe nëse një person e ka pagën mbi 50.000 lekë të reja, ai gjatë vitit paguën tatim, paguën tap. Dhe 50.000 deri në 60.000 lekë të reja, tapi është 13% e mbi 35.000 lekëshit. Kjo është mbi baza mujore. Kurse kur është mbi 60.000 deri në 200.000 lekë, paguhet 13% e mbi 13.000 lekëshit,
Kurse kur është 200.000 lek, paguhet 23% e 200.000 lek plus 22.100 lek, që është 13% 670.000 lekshit. Të reja. Po. Nuk e di, Kreti qartë. Tashe, ligji për me vënu në një unifikim ose një marazi tatimore, le të themi kështu, krahas të në zbritjeve mujore, ka dhe zbritjen vjetore. Që korrektohet të kje deklarata individuale vjetore të ardhënave. Sepse në listë pagesë, pra listë pagesa është bordoroja, le ta themi, agenti tatimore listë pagesë, i cili konsiderohet punëdhënësi, i bën vetëm këto zbritjet vetëm për tatimin, vetëm për topin. Kurse këtë zbritjen 48.000 lekshin, edhe një zbritje tjetër që të ta them pak më vonë, thot ligji, tatim paguesi mund ta kërkojnë vetëm tek diva, pra është vetëm një mënyrë që ta kërkojnë aty. Dhe zbritjat vjetore, thot ligji, krahas këtyre zbritjeve mujore, ka dhe zbritje vjetore. Dhe nëse një person e ka rrogën deri në të ardhunat, deri në 600.000 lekë të reja në vit, ky 600.000 lekë i ri e zbret komplet në fund vitit, pra dhe nuk paguën tatim. Nëse ka 600 deri në 720.000 lekë të reja vjetore, ka një zbritje prej 420.000 lekëshit, dhe nëse ka mbi 720.000 lekë të ardhunat vjetore, ka një zbritje prej 360.000 lekëshit për efekt topit. Tashi, po marrim për shembull një shembull. Unë kam rrogën të ardhunat tim një mujore, rrogën bruto, gjatë vitit 7.000 lekë në muj. Për efekt topit, gjatë mujit, agenti tatimor listë pagesë, më ka zbrit vetëm 30.000 lekshin, që është pra paga 60.000 lekë. Dhe unë kam pagu topin për 40.000 lekshin. Tashi, në fund vitit unë, të kenë se më të pragu i funit, me thonë të pragu 60.000 lekë, edhe unë po thomë nga kam një fëmijë, në garkem, unë kam drejt që krahas 360.000 lekshit që i kam zbrit gjatë vitit, në fund vitit, me zbrit edhe 28.000 lekshin vjetore. Dhe përfitimin tap, kur është një fëmijë të ky rasti, është 13% e 28.000 lekshit, unë i kam pagu ma shumë tatim gjatë vitit. Dhe këtë tatim, unë e zbres, po thonë në fund vitit, dhe ligji thot, ka dy mënyra të ashtis që kjo me ju kthy tatim pagusit. Kjo shumë mbi pagume tatimore gjatë vitit, me ju kthy. Si kthehet kjo? Ligji thot dy mënyra. E para, çdo person ka drejt me bërë kërkesë për me e marrat në formë monetare në llogarinë e tij bankare, dhe kërkesa dhe administrata tatimore e vlerëson pretendimin e tij brenda 60 ditëve kalendarike nga data e kërkesës tij, rasti i parë. Kurse rasti më i mundshëm, që ka dhe praktika tatimore të paktën për bizneset, se kjo është një risi për individ, i quhet tepritës kreditore ose tatimi para pagum, edhe i zbritet në periudhën pasardhëse tatimore. Pra këto janë dy mënyrat për ta përfituar. Për ta përfituar. Pra, dhe deklarata individuale vjetore të ardhënave, për shkak se tremujori i fundit i tetorit, nëntorit dhe dhjetorit 2025 përfundon deri nesër, deri me datën 20 deklarimi, rubrika nuk hapet para datës 22 mars, para datës 22 janar. Pra arsye se do ta përpunojnë sistemin. Dhe afati final i fundit për me deklaruar divën është pra nga data 22 janar që hapet rubrika deri me 31 mars të 2026 për vitin ushtrimor tatimor 2025. Kurse krahas kësaj zbritje tjetër, ligji parashikon edhe një zbritje tjetër për arsinimin e fëmijëve deri në shumën 100.000 lekë të reja ose 1 milion lekë vjetra. Por këtu duhet të plotësu dy kushte. Pra nëse të 48.000 lekëshi për fëmijë, ajo zbritja bëhet a priori, pra mjafton që ti në certifikatën familjare të kesh fëmijë në moshën 1 ose disa fëmijë në moshën 18 vjeç. Dokumenti justifikues në këtë rast është vetëm certifikata familjare. Dhe zbritja bëhet a priori, pra pa dokumenta shtesë, pa kontrolle e tjera. Kjo zbritja e dytë për arsinimin e fëmijëve, që është në shumën 100.000 lekë dhe është në total, pra për sa fëmijë, jo për fëmijë, por në total, dhe është në maksimum, pra është maksimumi 100.000 lekë, duhet të plotësoj dy kushte. Kushti i parë është që të ardhunat vjetore me kanë deri në 1.200.000 lekë të reja ose 12 milion lekë të vjetra. Në vit. Në vit, gjithmonë në vit. Dhe kushti i dytë është që këto duhet të mbështeten në dokumentacion.
që do të thotë në kjo se fëmijën e ke në shkollë, duhet me pas kontratën me institucionin arsimor, me shkollën, e ke në një kurs sportiv, duhet me pas kontratën me qendrën që të bën kursin, formimin profesional e duhet dokumentacion mbështetës. Dhe kjo është deri në 100.000 lekë. Kjo është, domethënë, shpenzimet tuaja janë më pak se 100.000 lekë, zbritja ka me kanë realja, ai që ke pagu ti. Kjo se ka me kanë më shumë, ka me kanë deri vetëm deri në 100.000 lekë. Edhe është diçka tjetër në Vela në falta saksoj. Këto zbritje du t'i bëjnë vetëm njërin nga dy prindrit. Jo të dy prindrit. Vetëm njërin nga të dy prindrit. Vetëm njërin nga dy prindrit dhe ligji thotë i bën prindri që ka tonat më të larta totale vjetore në familje. Pra ai prind që ka tonat totale më të larta vjetore në familje ka drejt të bëjë të dyja zbritjet. Edhe zbritjen për komensimin e fëmijëve, edhe zbritjen për 100.000 lekë. E kuptoj. Po pse vetëm njëri nga prindrit, pse nuk apo vetëm kështu e ka thënë ligji, kështu e ka ligji që mos dublohet. Që mos dublohet, e drejtë në fakt kjo. Pra, vetëm ata person, vetëm njëri nga të dy prindrit. Vetëm njëri nga dy prindrit, pra. Ai që ka tornat vjetore më të larta. Dhe kur themi tornat vjetore më të larta, pra edhe një herë tek tatimi mbi tornat personale, që është kategoria e parë që ky ligji i ri fut, tornat përbohen nga tornat nga biznesi, pra që mund të jesh ke një nipt dhe je me status person fizik, të ordonat nga vetë punësimi dhe të ordonat nga investimi. Dhe thash edhe njerë, të këtë diva futen vetëm ata që janë të ordonat nga punësimi dhe nga biznesi, pra, ose vetë punësumi. Kurse ata që kanë të ordonat nga investimi nuk kanë drejt, pra, nuk aplikohet kjo. Por kjo kategori që ndikon pra këto 30 të ordonave, ose kjo se këtë ordonat po thëmë nga dividendi që është një ortak në një shoqëri juridike, totali i tyre të ordonave, pra mund ta konsiderojë njërin prind, totali i tyre të ketë ordonat më të larta se prindi tjetër. Dhe kur totali gjitha këtyre të ordonave është më i madh për njërin prind, ai prind bën deklaratën, bën këto kompensimet, kjo për fëmijët në ngarkim, kjo për arsimimin e fëmijëve. E drejtë në fakt, kjo dhe shumë informacion i vlefshëm. Diçka tjetër që unë kam lexuar është edhe pjesa e dy punësimeve. Pra nëse një prind gjatë një vit, pra në flasim për vitin 2025, ka pasur punësimet të një pasnjëshme brenda këtij viti, ai përfiton këtë përfitim që po flasim? 48.000 lekë. Po. Jo, domethënë, kjo 48.000 lekë e thash e përfiton çdo kush që pavarësisht pagave, pra domethënë të drejtën për ta përfituar e ka çdo kush. Detyrimi tash për ta bërë divën, pra deklaratën individuale vjetore të ardhmeve, detyrimi. Kjo është njëra është me detyrim, tjetra është me një të drejtë që ta jep ligji. Dhe detyrimin e ka çdo kush që plotson të paktën njërin nga ato tre kushte që e thash. Kjo është e detyruar, sepse është edhe me penalitet për individ. Penaliteti është 3.000 lekë treja. Po, atëherë pa bllokim llogarive bankare etj si mos rasti. Kurse kjo tjetra është, domethënë, e drejta që ta jep ligji për shkak të këtij korrektimit ku nuk ke pas në asnjë vend tjetër të drejtën për me bë këtë zbritje. Dhe ka shkruar edhe ligji, në 22 dhe 23 ligjit 29/2023, e drejta, pra për këto dy kompensime mund të kërkohet vetëm te deklarata individuale vjetore të ardhënave. Duke qenë se nuk ke pas mundësi me ushtru atë të drejtë dikun tjetër, e ushtron të deklarata individuale vjetore të ardhënave. Pra rrjedhimisht nuk e përfitojnë të gjithë, pra vetëm ata të cilët duhet plotësojnë divan. Rrjedhimisht, pa nëse flasim të drejtën e kanë të gjithë, por mënyra për ta marrë vetëm tek diva. Pra rrjedhimisht se jo të gjithë personat mund ta plotësojnë divan. Ata hapin të gjithë mundën me hap llogarinë bankare, pra tek faqet e tatimeve, çdo person hap llogarinë e tij bankare, atë llogarinë e tij, domethënë, si më kanë accountin e tij tek tatimet, dhe aty regjistrohesh, dhe aty hap llogaria jote, dhe çdo kush e deklaron divën. Atëherë, në bazë të ordonave, në bazë të kalkulimeve, në bazë të pagave e tjerë, i lind mund ta ushtrojnë këtë drejtë nëse ka fëmijë ngarkim dhe domethënë ka mbi pagu tatim gjatë vitit, pa diskutim që e merr. Problemi është se për shembull ligji thotë baza tatimore, që baza tatimore është totali i të ordonave bruto minus shpenzimet e zbritshme, minus gjitha këto kompensimet, minus të zbritjet për tap. Në kjo se thotë ligji është negative, konsiderohet thotë që është me bazë 0.
që do të thotë, në kjo se një person, një prind, gjatë vitit, po thomë na ka kënë i një punësum, Po. dhe i ka pas pagën më pak se paga minimale për efekt tapit, pra deri në 50.000 lek, Po. që ka kënë paga që nuk e pagu tap, pra paga minimale në bazë zanit ka kënë 20.000 lek, Po. që nga 1 janari është banë 50.000 lek, Po. bruto, po flasim për 2025, ka kënë 20.000 lek paga minimale, kurse paga minimale që nuk je fut në skemin e tapit, ka kënë deri në 50.000 lek. Dhe në kjo se një prind, për shembull, e ka pas pagën gjatë vitit 50.000 lek, ai teorikisht Nuk ka shpenzuar e ekstra. bën divën, e deklaron divën, por nuk ka përfitim, Po. sepse nuk ka pagu tatim gjatë vitit. Pra, E kuptoj. pra një prind, një punësum, ose i disa punësum, që i ka pas pagat mbi kufini i pagës për tap, pra mbi 50.000 lek. Po. Gjatë 2025, kjo është absolutisht në kushtet e përfitimit, por kjo është implikim logjik i tapit. E kuptoj, po. E kuptoj. Shumë Gjithmonë kur flasim për tatimet e për këto kalojmë gjuhë teknike. Jo, ke qenë shumë i qartë dhe të gjitha informacionet që ke dhënë kanë qenë vërtet të detajuara dhe unë të vlerësoj pikërisht për të. Sepse shpresoj që me anë të kësaj interviste ne të kemi pasur mundësi që të sqarojmë sadopak të gjithë prindërit e cilët kanë pasur paksa atë konfuzionin e tyre se si apo nëse munden ta përfitojnë këtë. Renato, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe detajet dhe ishte vërtet një kënaqësi të të kisha në studio. Faleminderit ju shumë, suksese. Faleminderit edhe ju mirë që keni përcjellë një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.